Një ekspeditë shkencore në pikën më të thellë të mesdheut në detin Jon ka zbuluar një realitet shqetësues. Mbetjet njerëzore kanë depërtuar deri në fundin më të largët dhe më të paarritshëm. Studiues nga Instituti Helmholtz i Gjermanisë, në bashkëpunim me Qendrën Helenike për Kërkime Detare, zbuluan në thellësinë e njohur si Kalipso në detin Jon pranë Greqisë, më shumë se 5100 metra në nivelin e detit, një sasi tronditse mbeturinash. Gjatë zhytjes me robot të telekomanduar, u identifikuan 167 objekte të dukshme në fundin detar, nga të cilat 148 ishin mbetje njerëzore, qese plastike, kanaçe të ndryshkura, copa tekstilesh apo shishe qelqi. Në disa zona, mbetjet ishin grumbulluar në mënyrë të organizuar, duke sugjeruar se mund të jenë hedhur me qëllim nga anije tregtare apo peshkimi. Deti mesdhe ndonse mbulon më pak se 1% të sipërfaqes oqeanike globale, mban mbi 7% të ndotjes plastike në botë, sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin. Si një det pothuajse i mbyllur me dalje të kufizuare në Oqeanin Atlantik dhe me një popullsi të dendur në brigje, mesdheu kthehet në një kurth natyror për mbetjet. Shkencëtarët vunë re shenja të qarta se një pjesë e mbetjeve ishin hedhur qëllimisht nga anijet. Kjo ndodh shpesh për të shmangur kostot e përpunimit të mbetjeve në port, megjithse Traktati Ndërkombëtar Marpol ndalon hedhjen e mbetjeve në det. Zbatimi real i këtij ligji është i dobët. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.